أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Inshallah sot do të vazhdojmë në kapitullin 4 të pastrimit ose kapitullit të Taheretit, pastrimit, i cili ka të bëjë rreth siwakut apo miswakut që është i njohur të na, gjithashtu ka të bëjë rreth sunan al-fitr, sunetet e natyrshmërisë të njerit. Siwaku apo miswaku që është i njohur të na, definicioni i tij është marrja ose përdorimi i një cope drunit apo çka vjen kuptim tina për heqjen edhe përdoret në dhëm edhe në mishin e dhëmve, gjithashtu përdoret edhe në gjuhë për heqjen e mbeturinave të ushqimit që janë përdorur gjatë ushqimit, gjithashtu për heqjen e errave të këqija që lidhen ose që mbesin në gojë pas ushqimit. Dhe kjo në kapitull përfshin disa mesele apo disa çështje. Mesela e parë është hukmi apo dispozita e siwakut. Miswaku, përdorimi i miswakut është sunet. Dhe gjithashtu është sunet në gjitha kohrat. Padyshim është ai i cili përdor agjerushum apo është jo agjerushum. Në gjitha kohrat, domethënë është sunet përdorimi i miswakut. Për arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka nxjerrë përdorimin e miswakut përgjithësi, pa kushzu në një kohë apo në kohën tjetër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë siwaku matharatun li fam wa mardhatun li rabb. Përdorimi i miswakut është pastrimi i gojës, edhe gjithashtu është kënaqësi që e kënaq Allahun subhanahu wa taala. Disa ulemave kanë thënë se përdorimi i miswakut për agjerusin nuk bën, përveç nëse përdor para drekës, para kohës drekës, faljes namazit. Mas kohës drekës thonë nuk është, se për arsye se ka ardhur një hadith tjetër ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që era e keqe që i vjen agjerusit është më e mirë te Allahu se sa misku. Mirë po, hadithin që e më lart e kundërshton këtë hadith. Gjithashtu ulemaja kanë thënë se era e agjerusit nuk vjen prej gojës tina, mirë po vjen prej stomakut të tij, i cili është zbrazur prej ushqimit. Për këtë arsye përdorimi i miswakut nuk vjen kundërshtim me këtë hadith. Pastaj meselja e dytë, apo çështja e dytë ka të bëjë rreth kur është më së miri të përdoret miswaku. Vendet apo kohët ku përdoret më së miri ose më shumë të miswaku, njëra prej tyre është para namazit dhe gjatë abdesit. Argument për këto është hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thotë: "Laula ashqan ala ummati la amartuhum bi siwak inda kulli salat." Sikur mos të kisha pas frikë që është vjen vështirë umetit tëm, i kisha urdhëruar me përdor miswakun për çdo namaz. Mirë po pasi që është ka qenë vështirësi por umetin e tij atë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka lënë si sunet. Kurse një transmetim tjetër thotë la amartuhum ala kulli ma kulli wudu. I kisha urdhëruar me përdor miswakun çdo abdesi. Pra pe kohërave apo pe vendeve ku përdoret miswaku më shumë të është gjatë para namazit dhe domethënë gjatë abdesit. Nëse nuk gjen miswak gjatë abdesit, atëherë lejohet ose është sunet mi pastru dhëmt me gisht, mi fërku dhe mi pastru me gisht. Që shka ardhë në hadithin e Aliut radhiyallahu anhu ku tregon se pejgamberi son kur ka marrë abdes i ka pastru dhëmt me gisht. Mirë po sunet është me miswak. Edhe nëse dëshiron me arrit shpërblimin, atëherë duhet t'i pastrojë dhëmt me miswak. Kurse me gisht, edhe pse është sunet, nuk arrin shpërblimin e miswakut, nëse i përkon me gisht. Dhëmt. Pastaj pe vendeve ku përdoret miswaku është para se me hyrë në shtëpi. Po është një hadith ku është pyet Aisha radhiyallahu anha, ka thënë bi ay shay'in kana yabda ar-rasul qabla an sallallahu alaihi wasallam qabla an yadkhul al-manzil, e kanë pyet me çfarë është ajo gjëja me të cilën ka filluar pejgamberi son para se të hyjë në shtëpi, fil manzil në shtëpi, atëherë ka thënë Aisha radhiyallahu anha, kana yabda bi siwak. Pejgamberi son sa haru hin shtëpi, çka folja që orën në arabisht kana. Sa haru hin shtëpi domon tregon vazhdueshmëri. Sa haru hin shtëpi pejgamberi son i ka filluar me siwak, me miswak, edhe ka pastruar dhëmt
me misak. Pastaj ulemaja prej këtij hadithi kanë nxjerrë, kanë thonë se edhe para se me hyrë në xhami, do të me pastru dhëmt me misak. Për arsye se xhamia është më primare me pastru dhëmt para se me hyrë në të, se sa është shtëpia jote. Aleikum selam. Për arsye se xhamia është shtëpia e Allahut, ku përmendet edhe adhurohet Allah. Për vendeve tjera ku përdoret misvaku, është mirë të përdoret, mos flihet mazore është kur zgjohesh pi xhumit. Që ka ardhur në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, ku përshkruajnë domon hadithin ku përshkruhet gjendja pejgamberit sallallahu kur u zgju pi xhumit, ka thënë kanë nabi sallallahu alajhi wasallam idha qama min al-layli yashu sufahu bis-siwak. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë sa u zgju pe xhumit natën i ka pastru dhëmt e vet me misvak. Për kësaj ulemoja kanë thënë edhe dobi tjera, ka thonë se zgjimi prej xhumit nuk është i kurzuar veç natën. Mirë po sa zgjohesh prej xhumit edhe ditën, atëherë do të pastrohet goja me misvak. Siç ka këtë hadith se pejgamberi sa u zgju prej xhumit e ka fërkuar apo ka pastru gojën e vet me misvak. Gjithashtu ulemoja për këtij hadithi kanë nxjerrë edhe vende apo kohra tjera ku përdoret misvaku. Për tyre është nëse nuk folni kohë gjatë. Domthonë çdo gjë që e bën mundru era gojës, mu prish era gojës, atëherë bëhet sunet pastrimi i gojës me misvak. Për tyre është, domethënë, nëse nuk folni kohë gjatë. Apse për neve shqiptarët që zlen se na folëm kohë gjatë shumë. Mirë po nëse nuk folni kohë gjatë, atëherë është sunet me pastru dhëmt me misvak. Për arsye se domethënë ndrohet era gojës. Gjithashtu nëse nuk hani kohë gjatë, nëse lukthi jot nuk e fut në to ushqim në kohë gjatë, atëherë është sunet me pastru dhëmt me misvak. Gjithashtu për vendeve ose për kohra ku duhet të përdoret misvaku është para se me lexu Kur'an. Për arsye se muslimani para çdo adhurimi apo para çdo ibadeti që e bën Allah duhet të jetë në gjendjen më të mirë. Atë duhet të ketë cilësitë më të mira. Atë duhet të ketë në pastërtinë më të lartë. Për vendeve tjera ku përdoret misvaku është nëse dhëmt domon ndrohet ngjyra atyre. Nëse dhëmt bëhen të verdh. Nëse dhëmt bëhen të verdh, atëherë është sunet përdoret misvaku, edhe duhet përdoret. Kjo është ajo domethënë koha apo vendet ku më shumë ti duhet përdoret misvaku është apo më së miri. Gjithashtu muslimanët duhet që sa më shpesh me përdor misvaku. Pra sunetet është mos ndalet veç këto vende ku i cekum, mirë po edhe gjatë kohëra tjera të përdoret misvaku. Sidomos nëse është në gjendje apo vjen në gjendje ku ndrohet era gojës, pavarësisht është ato që i cekum më lart apo ndonjë sen tjetër apo është ndonjë gjë tjetër që ja ndron erën e gojës. Pastaj meselja e tretë apo çështja e tretë është se me çfarë njeri do të me pastru gojën e vet, apo cili është lloji i misvakut në cilin njeri do ta pastroj gojën e vet. Pra na e cekum se misvaku është një copë druni, nuk është vetëm ai misvaku që është i njohur te na. Mirë po çdo copë druni që është domthon mallësinë e atij misvakut që kena cekna, vlen edhe bën me bë mi pastru dhëmt me ta. Mirë po është pi sunetit, është mirë që çaj drut jetë i njom. Edhe mos talentoj gojën e vet gjatë fërkimit dhëmve. Do ka një njom që mos me dëmtu dhe mos me vra gojën e vet gjatë pastrimit dhëmve. Gjithashtu që mos jetë druni apo ajo copë e drunit domethënë që mos më kanë thotë që kur të pastron dhëmt e vet mos gjenu, edhe me me copat e drunit në gojë. Mirë po me kanë një njom. Edhe gjithashtu më së miri që është me pastru dhëmt është misvaku i cili është i njohur te na. Arabisht çti misvaku i thonë udul arak. Shkon hadith se pejgamberi sa kanë yastaku bi udil arak. Ka bë misvak, domethënë ka pastru dhëmt me një copë druni, domethënë që ky misvaku që është i njohur te na. Mirë po llojet e tjera, çdo lloj i drunit përdoret, mundet mu përdorë si misvak. Jo vetëm ai misvak që është i njohur te na. Mirë po sunet është që çaj misvak më i mirë është. Gjithashtu pe ulemat kanë thonë edhe druni i ullirit hyn këto. Domethënë që është i llojeve më të mira për mu përdorë si misvak. Mirë po duhet mos me qenë shumë i njom. Mos me qenë shumë i njom misvaku kur të përdoret për pastrimin e dhëmbëve.
Kurse për rregullat përdorimit misvakut është që të fillohet nga pastrimi I dhëmbëve nga ana djathtë. Do me fillu nga ana djathtë, me vazhdu deri ka dhamall, pastaj me fillu për anës së majt, e me vazhdu ka dhamall të anës së majt. Thonë që kjo për edepeve apo për rregullave të përdorimit misvakut. Për rregullave tjera është që dhëmt, domthon përdorimi I misvakut mund të bëhet me dorën e djathtë edhe me dorën e majt. Ka pi ulemave që thonë do të bëhet gjithçysh me dorën e majt. Pse? Se misvaku është hjekje e ndytësirave të gojës. Prandaj hjekja e ndytësirave të gojës çysh bëhet me dorë të majt, jo me dorë të djathtë. Mirë po, ulemat e tjerë thonë jo, bashkëpërkundrazi. Kjo nuk është hjekje e ndytësirave, kjo është pastrimi I gojës. Është pastrim edhe ndreqje e gojës, atëherë bën edhe me dorë të djathtë. Argument nuk ka për asnjërin parë. Mirë po, ulemaja, domethënë mendimi më I saktë është që bën edhe me dorë të djathtë, bën edhe me dorë të majt. Gjithashtu bën mi pastru dhëmbët me misvak, duke filluar pi lart poshtë, edhe anasjelltas poshtë lart, edhe domethënë mi pastru dhëmbët gjerësisht, domethënë duke filluar pi anës djathtë, majtën anës dyjat këto lejohet. Pastaj domthon ka ardhur disa hadithe që pejgamberi sa më ka përdor misvakun edhe në pastrimin e mishit dhëmbëve. Jo vetëm dhëmbëve, por edhe mish dhëmbëve. Gjithashtu ka ardhur disa hadithe që pejgamberi sa më ka përdor misvakun për pastrimin e gjuhës. Thonë pe haditheve që tregon se pejgamberi sa më ka pastruar gjuhën, me to është hadithi ku thotë se pejgamberi kanë Nabi sallallahu alajhi wasallam yestaku bi siwakin ratab. Pejgamberi sa kur I ka pastruar dhëmbët me misvak, I ka pastruar me misvak që është I njom, që është I lëng. Wa kana wa tarafu siwakihi fi isba'ihi. Edhe një pjesë ose domthon ajo ana e misvakut ka qenë në gishtin e tij. Wa kana yaqulu u. Edhe thot pejgamberi kur I ka pastruar dhëmbët wa siwaku fi lisanihi, kur I ka pastruar gjuhën me misvak, thot ka thon u ka'annahu yatahawwa'u, sikur se ai, domthon ka thon pejgamberi u sikur ai që kur don një njeri me vjell. Domthon çaj shumë që ka pastruar gjuhën, edhe ka fut misvakun aq fell ngoj, saqë ka ardhur pejgamberi me vjell. Edhe kjo tregon edhe për një rregull tjetër për përdorimin e misvakut, që me pas mubalagha, me tepru përdorim misvakut. Me tepru përdorim të misvakut. Mos më nal vetëm pjesën e përparme të dhëmbëve apo të gjuhës, apo të mishit dhëmbëve, mirë po mi pastru edhe anë që janë mbrana. Saqë pejgamberi sa gati ka vjell kur e ka përdor misvakun. Pastaj meselja e katërt, apo çështja e katërt që ka të bëjë rreth është fawaidus siwak. Dobit e misvakut. Domthonë për dobive më të mëdha të misvakut është dobit që janë tek hadith se njëri kur të përdor misvakun domthonë e pastron gojën e vet. Gjithashtu që shkon o më mbardhatun li rob edhe kënaq Allahun. Domthonë këto janë dobit më të mëdha të misvakut. Gjithashtu kur të përdor misvakun, njëri pason sunetin e pejgamberit sa. An pasimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka dobi shumë të mëdha. Gjithashtu ulemaja kanë cek edhe dobi tjera në përdorimin e misvakut, e disa prej tyre janë që domthonë I forcon dhëmbët. I forcon dhëmbët edhe gjithashtu I forcon edhe mishin e dhëmbëve. Për dobive tjera që I kanë cek në përdorimin e misvakut është se kanë thonë ulemaja që e nreq edhe e kthjell zanin. Për dobive tjera është që njeri kur të përdor misvakun, atëherë bëhet më aktiv. Nuk është demel, mirë po aktivizohet. Edhe domethënë ka aktivitetin më të madh. Kto janë disa dobive që I kanë cek ulemaja. Gjithashtu muslimani nuk do të melon këtë sunet pejgamberit. Sa më shumë që muslimani përdor edhe praktikon sunetin e pejgamberit ai aq më afër ka më qenë me Allah. Edhe Allah subhanahu wa taala aq më afër ka më qenë nga më afër ti. Për meselave tjera, domthonë mesela 5 apo çështja 5 ka të bëj sunanul fitra apo sunetet e natyrshmërisë. Sunetet e fitrës. Gjithashtu këto kanë edhe një emër tjetër që përdoren te ulemaja, thonë khisalul fitra. Cilësitë e natyrshmërisë apo fitrës njerit. Ulemaja ka ardhur një hadith ku thotë pejgamberi sa khamsun min al fitra. 5 gjëra janë pi fitrës. El istihdad,
hjekja e qimeve pe organeve të turshme, el khitan, bomja sunet, kasu sharib, shkurtimi i mustaqeve, natful ibt, hjekja e qimeve pi nën sqetullave, wa kasu adfar, edhe shkurtimi apo taklimul adfar, shkurtimi i thonjve. Ulemaja thonë se fitra, kjo kurse këtu kanë khilaf, çka do më thonë fitra? Disa ulema thonë që fitra është natyrshmëria në cilën Allah i ka kriju njerëzit, në cilën këtë natyrshmëri i kanë nxit, edhe ka pas qef që robët e vet me konë në çet gjendje, në çet natyrshmëri. Mendimi i dytë është thonë se fitra do më thonë është feja, është feja në cilën i ka kriju Allah robët e vet. Qysh ka ardhur kullu mawludun yuladu ala fitra. Çdo i lindur, i posa lindur, lind në fen apo natyrshmërinë në cilën Allah e ka krijuar. Kurse mendimi i tretë është se fitra, edhe kjo është mendimi i shumicës të ulemave, që fitra do më thonë sunetet e pejgamberëve që kanë qenë më. Don pejgamberët që kanë qenë para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i kanë pas sunet dhe kanë pas traditë përdorimin e këtyre gjërave që janë cënë hadith. Pra çdo 5 gjëra që janë cënë këtë hadith janë pi fitrës, janë pi fesë në cilën edhe pi suneteve të pejgamberëve që kanë kalu para neve. Domthon para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe para umetit ton. E para është istihdad, me hek, domethënë qimet në organet e turshme. Ka në disa hadithe ku thot pejgamberi ku përshkruajnë sahabët thot waqit lana لا نتجاوز لا نترك أكثر من 40 يوما نطف الإبط. Ka thonë na u ka caktu neve që mos me kalu ma shumë se 40 dit kasu sharib, shkurtimi mustaqeve, natful ibt, hjekja qimeve pe në sqetullave, khalqul a'na, ruarja apo hjekja qimeve për a'na, që kjo a'na janë vendet të turshme. Wa qasul adfar, edhe shkurtimi apo taklimul adfar, shkurtimi i thonjeve. Që kjo a'na që u përdor në hadith, që ka thonë hjekja qimeve për anës, të burrat e përfshin, domethënë qimet që janë rreth organit. Gjithashtu edhe të gratë i përfshin qimet që janë rreth organit të gratë. Mirë po ka ulemave dhe kjo është mendimi më i saktë, që në çit anë i shtin edhe qimet që janë rreth vrimës mbrapa, domethënë rreth vrimës anale. Domethënë sunet është që mos milon më shumë se 40 ditë, domethënë qimet mos milon në çto rreth organit edhe rreth vrimës anale. Pastaj ka thonë el istihdad, përdorimi i hekurit, për arsye se përpara për hjekjen e këtyre qimeve e kanë përdor hekurin, domethënë siç janë tash ziletet e na. Kanë përdor hekrin, mirëpo ulemaja nuk e ndalojnë edhe nëse hiqen këto kime me gjëra tjera. Siç janë kremat e ndryshme që janë dalë tash, domethënë këtë kohë bashkëore, apo gjëra tjera, domethënë çdo sen që arrin me hjek qimet prej veneve të turshme, ai veç se e ka praktikuar sunetin edhe e ka arritur domethënë qëllimin. Pastaj vazhdon hadithi ku thot el khitan, edhe bamja sunet që është në. El khitani është wajib, është obligim të burrat, kurse është sunet të gratë. Argument se khitani apo bamja sunet është obligim të burrat është se ajeti Ibn Abbas radiallahu anhuma, ajetin ku Allah tregon se ka sprovu Ibrahimin me disa fjalë, thot që çato fjalë që ka sprovu Allah Ibrahimin alayhis salam, ku thot wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun, thot edhe për kujtoj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur Allah e ka sprovu Ibrahimin a.s. me disa fjalë edhe i ka plotësuar, i ka praktikuar çato urdhna të Allahut, atëherë hamdullah. Ibn Abbas radiallahu anhu ka thonë që to fjalë me të cilat e ka sprovu Allah Ibrahimin janë çto cilësit apo çto sunetet e fitrës. Edhe Allah thot va tammahunna, edhe Ibrahimi
i ka plotësu ato dhe i ka praktiku. Pastaj thot se Allah subhanahu wa ta'ala i ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Pastaj tek na shpoll ty që ta pasojsh miletin apo fen e Ibrahimit. Pra ulemaja thonë se që kjo ibtilaja apo sprova që i bën Allah disa pejgamberëve nuk bëhet veç se në gjërat që janë vajib, që janë obligim. Gjithashtu Allah ja ka bë obligim pejgamberin sa me pasu miletin apo fen e Ibrahimit. Kjo tregon se kjo ka qenë vajib, obligim edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mos është vajib për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë është edhe për ne vajib. Përderisa s'vjen argumenti që e veçon se është obligim veç për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është për argumenteve që përmendin ulemaja se është bëmja sunet është vajib për burra, kurse është sunet për femna. Pastaj suneti për burra, domethënë bëhet duke heq lkurën që është maja e organit, derisa të shfaqet maja e organit. Edhe nuk është domethënë pi sunetit, as është pi fes mu heq ma tepër se kjo. Se ka pi njerëzve edhe pi popujve që kur të bojnë sunet njërin e hequn një pjesë të madhe të lkurës. Mirë po sunet është që të heqet dhe të maja lkura që mbulon majën e organit të moshkujt derisa shfaqet maja e organit. Kurse të femrat sunet është mu heq, nëse unë i kom vetë edhe disa mjek, ajo pjesa ku bëhet femna sunet i thonë klitoris, mjekësi. Kurse për mos harru më mirë është pjesa që është përmbi organin e femnës, edhe që i përngjan, domethënë kësaj kaqërotës knusit, gjelet, i përngjan shumë. Edhe është sunet mu heq pjesa më e vogël, domethënë pjesa më e sipërme, mirë po mu heq pjesa më e vogël e lkurës. Kjo është sunet, mos me tepru në heqjen e saj. Qysh ka ardhur në hadith pejgamberi sa më ka këshilluar gruan i cili ka bërë sunet gratë e Medinës, ka thonë eshemi wala tanhiki. Ka unë bëni sunet, mirë po mos e tepro. Vetëm një pjesë të vogël, domethënë të asaj pjese që është organi i femnave, është sunet me heq. Mirë po nuk është sunet edhe është ndaluar me heq më shumë se ajo. Domethënë vetëm një pjesë të vogël. Gjithashtu ka pi ulemave, pityn është Ibn al-Hajj al-Maliki, i cili ka përmend librin e vet al-Madkhal, thotë se ulemaja kanë khilaf, kanë kundërthënie se a përfshin që kjo hukum, që kjo dispozit krejt gratë apo është vetëm për gratë e lindjes. Për arsye se gratë e lindjes, domthonë pjesës lindore të tokës, e kanë që të organin e kanë shtojt pak, e kanë më tepër. Tritën, domthonë e kanë një pjesë të mishit që në këtë organ më shumë tritën. Kurse gratë e perëndimit nuk e kanë. Atëherë ulemaja thonë që kjo kthehet në ato se në rregullën se na kena mi cekë dhe më vonë, domthonë kur lehet sunetimi, zbohet sunet. E pe vendeve ku lehet sunetimi është nëse lin njeri sunet. Nëse lin njeri sunet s'ka nevojë të bëhet sunet. Edhe kjo mesela apo kjo çështje thonë se kthehet te çaja. Nëse gruaja e ka më tepër tritun çat pjesë, atëherë i heqet një pjesë e vogël. A nëse nuk e ka që janë gratë e perëndimit, o gratë të nash janë, atëherë nuk bëhet. Domthonë këtë kjo mesela kthehet te çështjen e parë. Pastaj, domthonë, pe gjërave ku lehet sunetimi është kjo që e cekëm më lart, është se nëse lin njeri sunet, atëherë s'ka nevojë mu bë sunet. Mirë po rënë. Pe gjërave tjera është nëse njeri bëhet qafiri bëhet musliman, pasi që është plak ose urrit, edhe firksohet për vete, nëse bëhet sunet atëherë i bën zarar, i bën dëm trupit vet. Pe gjërave tjera është nëse fëmia që bëhet sunet nuk është i fortë edhe nuk mundet me përballu sunetimin, atëherë lehet sunetimi derisa të forcohet. Gjithashtu çështja apo gjëra që ndalojnë sunetimin apo nuk praktikohet sunetimi është vdekja. Nëse njeri vdes, atëherë nuk është e lejuar me bë sunet, mja heq atë pjesë. Qysh nuk është e lejuar mja heq sajt apo mja prej musteqet apo. Këtë këto domosdoshmë janë ndaluar për vdekjen. Pastaj koha ulemaja kanë khilaf kohën kur do të bëhet njëri sunet. Disa prej tyre thonë që njëri do të mu bëhet sunet në ditën e 7. Që ka vepruar Fatimi radhiyallahu anha me Hasanin edhe Husajnin. Disa prej tyre thonë
në ditën kur t'i bën 7 vjet deri në 10 vjet. Disa prej tjerëve thonë, do më mendimi i tretë është që kur të arrin mi dallu gjana, cila është e mirë, cila e keq, atëherë çfarë bëhet sunet. Disa prej tjerëve thonë, duhet më bëj sunet masi që të hin bilik. Masi që të arrin moshën e pjekurisë, atëherë do të, se që atëherë i bëhet obligim namazi dhe agjërimi dhe tjera që. Mirë po, për asnjë prej këtyre mendimeve, dhe ka edhe mendime tjera, nuk ka argument. Për këtë arsye Ibnul Mundhir, një prej ulemave të mëdhenj që është selefit, thotë se kjo punë lehet kur do njeri mundet më bëj sunet. Dash bëhet më herën, dash më vonë, mirë po mas mirë është më bëj para se me hin bilik. Që atër është mas mirë më bëj sunet. S'ka argument për ditë caktume apo për vit caktum se kur duhet njeri më bëj sunet. Edhe ka thonë el-ashya ala al-ibaha. Gjërat apo këto adhurimet të Allahut janë në esencë janë të lejume, janë domthonë derisa s'vjen argumenti me caktuar se kur do të më bëhet, atëherë ti e bën ose sunetimi bëhet kur don. Pastaj vazhdon hadith thot el-istihdad wal-khitan wa natf al-id, edhe hjekja e çimeve apo nukja e çimeve për një sqetull. Ulemaja thonë që nukja e çimeve për një sqetull është sunet. Mirë po nëse njeri nuk mundet me duru dhimt, se ka dhimt aty pa dyshim, atëherë i lejohet edhe me hjek ato me tjetër çka. Pavarësisht është nëse i rrun ato apo me krema tjera që cekon më lart, që ju ndal ta shkon bashkore. Dhe sunet është që kur të fillojsh hjekjen e çimeve për një sqetullave është të fillojsh për anës djathtë. Domthonë mas para anën e djathtë, pastaj anën e maj. Pse kanë thonë ulemaja që është sunet mi nuk, jo mi hjek, kurse por me hjek qimet pe organ, pe tu vendet përtoshme është sunet mi rru, jo mi nuk. Ka thonë se qimet që janë nën sqetulla kur të rriten grumbullojnë, domethënë ndërësirë më shumë dhe lëshojnë erë më të madhe. E nëse i rrunti ato, atëherë ato qimet veç shkojnë të shpeshtu. Edhe domethënë ajo era shkon të ushtu. Mirë po nëse i nuk ato, atëherë një kohë gjatë nuk ndodh ty më rrit ato apo më shpeshtu. Kurse në vendet e toshme pse do të mi rru qimet, që shka në hadithën l-istihdad me përdor hekrin, thonë se domethënë është shumë kjo dhimbta e madhe nëse ti i nuk ato. Për këtë arsye sunet është mi rru. Pastaj vazhdon hadithi thotë wa taqlimu al-adfar, edhe pi suneteve të fitrës apo të adeteve të natyrshmërisë të Islamit është shkurtimi i thojve. Thojt shkurtohen deri në atë mos, domethënë sa nuk jetë në ta, sa nuk mundet në ta mu kap në një tësir apo në gjë e papastër. Gjithashtu është sunet kur ti presh thojt me fillu pi dorës djathtë, pastaj dorës maj. Nuk ka ardhur asnjë hadith që tregon se çysh do të mi prej thojt. Se ka ulemave që thonë mas pari fillon pi gishtit vogël, pastaj pi gishtit fillon gishtin e mesëm, mirë po për mënyrën se si duhet prej thojt s'ka ardhur asnjë argument. Mirë po do të me fillu pi dorës djathtë, pse se pejgamberi sa son këtë punë të mira që ka pas, i ka fillu pi anës djathtë. Gjithashtu s'ka ardhur asnjë argument që tregon se në çfarë dite do të më prej thojt. Ata anën atë martën atë punën, çfarë dite të javës. Cilën ditë ti presh është e lejuar. Gjithashtu s'ka asnjë argument që tregon se çfarë do të më bëj me thojt. Se ka disa hadithe daife që pejgamberi sa ka thonë, thuhet se ka thonë që kur ti presh thojt, mi shtin dhe mikropos. Mirë po këto hadithe këtë janë daife, janë dobta. Edhe s'ka argument se sakt se çfarë do të më bëj me thojt kur ti presh. Mirë po njëri është i lejuar me bëj çka don me to. Ku don Milan, ku don. Mirë po është mirë mos Milan i vën ku mundet me marr dikush ata thoj, apo edhe qimet që i cakumarët, qimet e trupit që të i hjek, mos Milan i vën që mundet me marr dikush ata thoj edhe mi bë sehr, mi bë mgji apo mi bë magji me çat me thoj apo me qim. Mirë po me qit në vend ku s'mundet me marr kurkush. Pastaj duhet ditur se kështu khisalul fitra apo cilësitë e natyrshmërisë njerit, edhe pse kanë orë në hadith khamsun min al-fitra, 5 gjëra janë për fitrës,
nuk përkufizohet numri i tyre veç këto 5 gjëra. Se ka ardhur një hadith tjetër ku pejgamberi sa më thot ashrun min al-fitra. 10 gjëra janë për fitrës. Pastaj fillon i cek ifa'u liha, shurja mjekrës, kasu sharib, shkurtimi i musteqeve. Po për shkurtimin e musteqeve domthonë as folum hiç apo? Shkurtimi i musteqeve domthonë është një prej gjërave, prej cilësive të fitrës, natyrshmërisë njerit. Qysh do të më shkurtu mustaqen? Ka ardhur një hadith ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë khaliful majus, jazzu sharib wa u'fu liha. Ka kundërshtoni me gjust, zjarr potisat, ata të cilët adhurojnë zjarrin, shoni mjekrat edhe shkurtoni musteqet. Ka ardhur mi shkurtu. Kurse në rivajet tjetër, në transmetim tjetër ka ardhur ka thonë hafu sharib, rruni musteqet. Pastaj ulemoja kanë xhilaf, kanë kundërthënie se cila pikë këtyre haditheve praktikohet. Disa prej tyre ka thonë që do të murru musteqet, mas mirë është murru. Tjerët kanë thonë jo, mas mirë është mos murru, po më shkurtu, deri atë mos sa nuk të bin mbi buzë. Kurse mendimi më i saktë i ulemave është se kjo hadithi ku ardh hafu shawarib, rruni musteqet, e ka për qëllim me hjek atë musteqet që të bin për mi buzë. Domthonë me hjek deri në atë mos sa të bin për mi buzë. Kurse shkurtimi i musteqeve që ka ardhur në hadithin tjetër është domthonë pjesa tjetër që jetë për mbi buzë, ato është sunet me shkurtu. Domthonë kjo është mendimi më i saktë. Që musteqet që bin për mbi buzë është wajib me shkurtu, kurse musteqet që janë për mi është sunet me shkurtu deri në atë mos, që kjo jazzu shari që shkurtoni musteqet, që në arabe do të thotë me shkurtu deri në atë mos sa fillon mu dok lkura. Pastaj gjithashtu në shkurtimin e musteqeve është sunet me fillu pi anës djathtë, pastaj anës të majtë. Çka hyn mustaqe, çka hyn musteqe është këto çimet që janë për mbi buzë. Po nëse janë anash nuk hyn mustaqe, veç për mbi buzë që janë, që ato janë që ajo është musteqe, dhe që ajo do të më shkurtu. Pastaj musteqe do të më shkurtu deri në atë mos sa fillon mu ditë, domthonë nëse i shkurton musteqet që janë për mbi buzë, do të më shkurtu deri në atë mos sa fillon mu ditë pjesa e bardhë që është për mbi buzë. Kurse musteqet që janë pjesën e sipërme të buzës, ato siç e cakon më lart shkurtohen deri në atë mos sa është, domethënë sa fillon mu dog lkura. Edhe nëse i shkurton më pak e ke praktiku sunetin. Mirë po, ajo është mas mire. Pastaj hadithin që e cakon më lart ashur min al-fitra, 10 gjëra janë për fitrës, ku thot ifa'u liha, shurja mjekrës, kasu sharib, shkurtimi i musaqeve, siwak, misfaku. Pastaj thot vazhdon hadithi thot istinshaqul ma, me fut ujin hun edhe me pastru hunën. Domthonë kjo është për fitrës, pavarësisht ta bën sunet në abdes apo e bën jashtë abdesit. Pastaj vazhdon thot wa qasul adfar, shkurtimi i thonjve, wa ghaslul barajim, edhe larja e nyjeve të gishtave. Domthonë nyjet e gishtave është sunet mila, sepse ato janë pjesë ku mblidhen ndërsirat. Gjithashtu në nënmjet gishtave. Kjo përfshin edhe ato, domthonë larja e vendeve që janë në nënmjet gishtave është sunet mila, dhe janë për fitrës. Kjo gjë është për fitrës. Pastaj vazhdon thot natful id, hjekja qimeve në sqetullave, halkul ana, shkurtim hjekja qimeve pi anës, që se komo në pi vendeve tushme, o intiqasul ma, edhe istinxhaja që kena marrë më herët, domethënë marrja të herët. Pastaj një pi transmetues që është Musab ibn Shejbe, thot wa nasitul al-ashira, edhe kum harru cila është ajo e 10-ta, cilësia e 10 cila është që u përmend në hadith, illa an yakuna thot al-madmada. Përveç se ka mundësi të jetë madmada, domethënë pastrimi i gojës me ujë. Domethënë këto janë 10 cilësi për fitrës, 10 sunete, 10 adete të fitrës apo sunetet pejgamberëve që kanë kaluar më herët. Pastaj do të më ditë se ku ka ardhur cilësia e fortë i fa'uliha, shurja mjekrës është obligim.
është obligim, edhe është haram me rru mjekrën. Për argumenteve që tregojnë se është haram me rru mjekrën, është domethënë hadithe që i cekon më lart ku thotë pejgamberi sa khaliful majus. Kundërshtoni me gjust, zjarrpotis. Jazzu shawarif, shkurtoni musteqet, wa ufu liha. Edhe lëshoni mjekrat. Që kjo fjale ufu liha që orë në hadith, lëshoni mjekrat, në arabisht domethënë milshu edhe mos mi prej keq. Kurse sot musliman të kundërtën e bojnë, i rrujnë mjekrat e i lëshojnë musteqet. A obligim është mi lëshu mjekrat e mi shkurtu musteqet. Pastaj gjithashtu ka ardhur hadith ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam waffiru liha, lëshoni mjekrat, domthon shumë lëshoni. Waffiru liha, mi lëshu krejt. Wa hafu shawarib, edhe shkurtoni musteqet, khaliful mushrikun. Kundërshtoni mushrikat, idhujtarët. Pastaj pi dobive të shkurturis pi argumenteve tjera që është me lëshu mjekrën, është se me lëshurjen e mjekrës domthon ti ke kundërshtu mushrikat, shtet se ka më lart. Është përveç se është urdhër pi pejgamberit son, edhe kur vjen urdhër pi pejgamberit son, atëherë çaj urdhër është obligim. Tregon se është obligim. Gjithashtu është kundërshtimi me gjuzve edhe i mushrikave. Është kundërshtimi i zjarrpotisave dhe i dhujtarëve. Për argumenteve tjera është se kurse na e dim se pejgamberi son ka thënë të shabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Kush i përngjason i populli, atëra është prej tyre. Kjo tregon se është haram, tek i haram i përngjasu mushrikëve, i dhujtarëve, mi rru mjekrën edhe me gjuzve. Se me gjuz të kanë pas tradit i kanë rru mjekrat, kurse musteqet i kanë lënë shumë të mëdha. E pejgamberi son ka thënë khaliful majus, kundërshtoni me gjuz. Pastaj gjithashtu për argumente tjera është se ai që rru mjekrën i përngjason grave. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë la'ana Allahu al-mutashabbihin bin nisa. Allah i ka mallku ata cilët ju përngjasojnë grave. Për argumenteve tjera është se kur njeri rrun mjekrën veç se ka mohu, ka bo kufër begatit e Allahut. Për arsye se në tefsirin e ajetit ku thot Allah subhanahu wa taala wa laqad karramna bani adam, veç se e kena ndëru thët birin e Ademit, që nga thonë shumica e mufesirave, komentatorët Kur'anit ka thonë karrama ar-rajula bilihya, e ka ndëru Allah njerin me mjekër, wa karrama al-mar'ata bidhu'aba, kurse grun e ka ndëru domethënë me flok gjata, me bistek që i bën flok. So i thonë dhu'aba, shurja e flokëve, domethënë pjesa që shur. Po njeri kur të rrun mjekrën atëherë ka bo kufër, e ka mohu nimetin e Allahut. Gjithashtu për argumente tjera është se ka ijma, ka unanimitet mes ulemave të islamit, këtë ulemat ju bo unanim, ju bo bashk që është haram me rru mjekrën. S'ka asnjë për ulemave që thotë është lejuar me rru mjekrën. Këtë ulemaja e islamit e kanë ijma, kanë unanimitet që është haram me rru mjekrën. Mirë po khilafi apo kundërthania me ulemave është se sa është e lejuar me marr pi mjekrës. Domthon këto ka dy mendime për dietarë. Një është se është e lejuar me marr pi mjekrës nëse arrin një grosht. Domthon sa kap një grosht mjekrën, atëherë është e lejuar sa lëshohet për me ta pi sajna me hek. Edhe mendimi tjetër është që nuk bën hiç me hek, me shkurtu mjekrën. Edhe kjo është mendimi më i saktë, domthon që është haram me prek mjekrën. S'bën me prek mjekrën hiç me prek. Për arsye se siç i thekëm më lart, shpreha që kanë në hadith, ufu liha, lëshoni mjekrat në arabisht domethënë me lëshu, edhe mos mi prek ato hiç, me kur as me shkurtu as me një san tjetër. Gjithashtu nuk ka ardhur as i transmetim pi pejgamberit sa thonë që ai e ka shkurtu mjekrën. Pastaj pi dobive të shkurtimit musteqeve, që i kanë thënë ulemaja është se njeri kur ti shkurton musteqe, domethënë është më i sigurt edhe më lehtë e ka domthon kur të han ushqim. Gjithashtu pi dobive tjera është se domethënë i bën mukhalafat, i kundërshton me gjust, që ka në hadith. I kundërshton me gjust. Pi dobive tjera është se praktikon sunet pejgamberit. Pi dobive tjera është se ai nëse pin një en ujë ose diçka tjetër, ai që pin mastina nuk gërditet pi ti. Po nëse i ka musteqe të mëdha edhe i ka kap diçka të kur të pi ti, atëherë s'ka mundësi dikush tjetër me pi mos.
Pi dobive tjera është se kur ti i letësohet hjekja e e ka ma let mi hjek qyrat. Kur ti fshin qyrat e ka ma let. Mi pas maja, atër e ka ma shqirë, se ka mundsi i kape diçka dhe kur të shet i kush gërrit. Pi dobive tjera është se kur bën istinshak edhe istinthar, kur ti pastron hunën abdes edhe kur ti fryn hunës e ka ma let. Kanë cekul e maja edhe dobi tjera, mirë po këtë inshallah janë disa pi dobi. Pastaj do të ditur se edhe pse ju përmend këto 10 cilësi apo 10 sunetet pejgamberit më hershët apo të natyrshmërisë njerit në cilën e ka kriju Allah, ka edhe cilësi tjera që janë pi fitrës. Prej tyre është me qit parfum, me qit era të mira në trup, që është sunet pi pejgamberit sa. Kjo është për burra, burrat kur dalin në xhami ose kur janë në mbexhlis me tjerë, dhe kur dalin pi shtëpisë e kanë sunet është me qit parfum. Kurse gratë kanë të kundërta. Gratë kanë haram me qit parfum kur dalin pi shtëpisë apo misk apo gjëra tjera, kurse para burrit është sunet me qit parfum. Edhe është gjërave të cilët gruaja nxitet mi pa, në mënyrë që më kanë më e heshme para burrit, mos bukuru më shumë. Pi gjërave tjera, pi cilësive të mira, të fitrës është që larja flokëve edhe kërejja tyre. Kjo është sunet. Gjithashtu flokët burra, shkurtimi i flokëve. Mirpo edhe nëse i lëshon burrat flok deri te vesht apo deri te krah, nuk ka të keshin to. Edhe është ardhur sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gjithashtu ardhur sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ai i ka bë flok bistek. Ka ardhur që pejgamberi sallallahu kur i ka bë flok bistek i ka bë 4 bistekë. Edhe s'ka të keshin nëse burri i lëshon flokët edhe i bën bistek. Kurse për gruan është haram mi rru flokët. Gruaja ka haram mi rru flokët. Gjithashtu ka haram mi shkurtu përveç se me arsye. Është me kro, është haram, është e urrejtur gruaja mi shkurtu flokët apo mi rru përveç se me arsye. Gjithashtu burri e ka haram mi rru flokët një pjesë, kurse një pjesë tjetër mi lan. Këso i thonë arabisht qazë. Kjo është haram. Ja do të ka vonë benason kur e ka po një djalë që ka bën me to kështu ka vonë jalçoja krejt flokët, ja rruja krejt. Kurse është nëse i rrun nuk ka gjatë keshe. Nëse i rrun flokët. Përveç se disa piloma ka thonë është me kroh mi rru flokët, për arsye se ka për ngjasim me xhavarisht. Xhavarisht në grupi i devijuar i muslimanëve, pi shenjave të tyre, tarikatit tyre apo cekit tyre ka qenë rruja flokëve. Për këtë arsye ulemoja kanë thonë është me kroh mi rru flokët. Mirë po nëse i rrun nuk ka gjëna. Gjithashtu gjërave tjera është se ulemoja që kanë thënë këtë shkurtimi thojnë është se nëse është njëri në luftë, është mirë që mos mi shkurtu thojt maksimum. Mirë mi lan pak. Pse ka thonë i nevojitet për me lidh, për me zgjidh në nyja apo për gjëra tjera që i ka nevojë njëri gjatë luftës. Gjithashtu për gjërave tjera është që nuk e lejuar është për njërin mu kthyer në pasqyrë edhe mu nreq. Mu kthyer pasqyrë edhe mu nreq, mu rregullu është e lejuar, është ulemaja e cekun këto me sunetave, është sunet. Për gjërave tjera është iktihali thonë arabisht, apo lyrja syve me ithmit. Ithmit është një lloj guri që përdoret, tash pat edhe plohën, është si lloj plohëni, me cilën lyhen syt me të. Është sunet edhe për burra edhe për gra. Se ka dobi shumë të ato. Pi dobive që i ka cek pejgamberi ka thonë që e bën pamjen, shiqimin e bën më të pastër. Gjithashtu është shërim për synin. Nëse është syri i smut, nëse i lyn me ithmid që të lloj guri, atëherë është sunet. Edhe ka shërim ta. Pi gjërave tjera që është që duhet njerit me kon kur të afrohet Allahut apo kur të bën një adhurim të Allahut me kon gjendjen më të mirë, është që për burra është fjala kur të falet me pas diçka në kryp. Me qit ndaj tërleme apo ndaj diçka në kryp. Që mos mu fal kryesht frut, që thonë tani. Për gjërave tjera, që janë të ndaluar te gratë, është edhe te burrat, është me nuk vetullat. Pejgamberi sa ka thonë la'an Allahu
një hadith ka el wasilat wal mutawassilat wal washimat wal mutawashimat wan namisat wal mutanamisat. Allah i ka mallku ato të cilat i nukën vetlat, po këto hinë edhe burrat, jo veç. Apo ajo e cila ja nuk vetlat tjetër kuj. Gjithashtu ka thonë i ka mallku ajo gru e cila bën tatuazh në trup, apo ai i cili bën tatuazh asa. Kjo është haramsi për gratë për burra. Mirë, po në kohën e pejgamberit më kanë më shumë për hapën te gratë. Gjithashtu ka thonë pejgamberi wala na Allah wasilat wal mutawassilat, edhe Allah i ka mallku ato të cilat i shtojnë flokët e tyre. Apo ajo e cila ja shton dikujt tjetër flok. Në këtë hadith, në këtë mallkim hin edhe peruka domon, me gjit peruk. Është ndaluar, është haram, Allah e ka mallku. Mirë, po në kohën e pejgamberit çish ka mund nëse s'ka pas gruaja flok apo i ka pas tralla, ka mund një pjesë flokëve grave të huaja, edhe i ka shtu, i ka zgat pak më. Nuk këto janë pigjërave apo pi cilësive, tipareve që kjo fe ka që madhe, tregon se kjo fe është zbritur drejt për vetë Allah subhanahu wa taala, krijuesit tokës edhe qiellit. Domthonë ai është i cili na ka mësuar neve fe në mënyrën më drejt, edhe këto gjëra kallzojnë se kjo fe s'ka mundësi me kon pi tjetër kujt veç se pi Allah subhanahu wa taala. Kur ishe njeri këto dispozita kaq drejta, edhe këtë pastërti kaq lartë, pavarësisht është pastërti morale, shpirtërore apo pastërti trupore, atëherë bindet në bindje të plot që kjo fe s'ka mundësi me kon pi tjetër kujt veç pi Allah subhanahu wa taala. Pastaj duhet me ditë se na disa gjëra që i cekëm, domthonë te na është pak më, domthonë kur ti cek do gjëra njerëz domthonë pak ju vjen marr apo do të me di që pejgamberi sa ka la haya fi din, nuk ka marrën fe. Marrë është për gjërave më të lëvdume. Mirë, po kur është puna me kuptuar një dispozit të Allah subhanahu wa taala, nuk ka marrën të do të me vet. Pavarësisht ta përmendën aty pjesë toshme apo gjëra tjera. Edhe kjo është pi rrugës të ulemave të selefit. Nuk këtë ulemaja e islamit e kanë përdorur këtë rrugë gjatë sqarimit të dispozitave të islamit. Domthonë çdo sen e kanë sqaruar. Edhe kjo është pe domthonë çdo hoxh e ka obligim me sqaru çdo sen që dim për fenë Allah. Jo me pas marrën ta. Për arsye se unë poshtë kur i përmendshën të senet do pe vllaznive keshën e senet. Mirë, po do të më kon njeri me di çdo sen për fenë vet. Pavarësisht a përmendën në ato mesele pjesë turshme apo punë tjera. Edhe në sen Ahmedi domthonë ka marrë dohur me pi arabëve. Ai që s'ka marrë ka dalë merr kanë jo paket po soi ka një kese. Kur s'ka marrë, domthonë është aty para se me dal pe dersi mundet me marr. Ai që ka marrë nuk merr. Përveç se nëse të projnë e merr Allah inshallah. Kjo është që na përgatit për sot. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.